Përshëndetje. Sot do të flas për një argument shumë të rëndësishëm dhe delikat. Çdo ditë po thoj se çdo kush prej jush më shkruan ose më dërgon video të cilat qarkullojnë në rrjetet sociale me emrin tim, video në të cilat un jam duke reklamuar integrator ose ilaçe për sëmundje të ndryshme. Sqaroj opinionin publik se asnjë nga ato video nuk ka lidhje me mua. Ato janë të modifikuara me inteligjencë artificiale për qëllime mashtrimi dhe fitimi. Së fundmi po qarkullojnë shumë nga këto video, sidomos për jo zhurman vesh, jo për prostatën, por sidomos për parazitët, që janë, siç thash, të falsifikuara dhe ju mashtrojnë. Po them dy fjalë në 2-3 minuta, çfarë janë parazitët dhe pse nuk duhet të shqetësohemi dhe pse nuk duhet të besojmë asnjë gjë që reklamohet në rrjetet sociale. Realitet mjekësor apo miti i egzageruar. Pra çfarë janë parazitët? Parazitët janë të përhapur në pothuajse në gjithë botën dhe si trajtojnë ato. Janë organizma që jetojnë në trupin tonë. Jetojnë parazit, pra ushqehen nëpërmjet organizmit tonë. Më të zakonshëm janë krimbat intestinal, helmintët dhe protozarët ose gjarda. Në shumicën e rasteve, infeksionet ndodhin përmes ushqimit kontaminuar, ujit jo të sigurt dhe higjienës së dobët. Dhe sa të përhapur janë ata? Në nivel global janë shumë të përhapur, sidomos në vendet me kushte të dobta higjieno-sanitare. Por në Evropë dhe në Shqipëri janë relativisht të rrallë, zakonisht të lehtë dhe më të shpesht vetëm tek fëmijët. Por nuk është e vërtetë që të gjithë kemi parazit. Ky është një mit i egzageruar vetëm për të shitur këto produkte. Kur të shqetësohemi, kush janë simptomat, çfarë shenjash tregojnë nëse ne kemi ose jo parazit? Kur kemi dhimbje barku, diarre, fryrje, humbje në peshë, kruarje anale, sidomos tek fëmijët më shpesh. Në shumë raste mund të mos ketë simptomat forta. Por, to shenja duhet të tregojnë mjekut që të vëjë një diagnozë. Dhe për të bërë një diagnozë për parazitët, ajo kryesisht me rrjetet sociale bëhet me amendje, por ky është gabimi më i madh. Ajo kërkon një analizë të feçeve, ndonjëherë analizë gjaku ose në raste të veçanta ekzaminime të tjera, por mjafton kryesisht një analizë e feçeve. Pa diagnozë nuk duhet filluar asnjë trajtim. Trajtimi është i thjeshtë dhe i provuar shkencërisht. Medikamentet antiparazitar specifik funksionojnë shumë mirë, zakonisht me një ose disa doza dhe janë shumë efektive. Shembull praktik, albendazol, me bendazol dhe ajo që është më e parapër metronidazole që është për protozoarët, që përdoret kryesisht edhe për infeksionet tjera të mykut kryesisht. Trajtimi është i targetuar sipas diagnozës, nuk bëhet trajtim me hamendje. Një pikë kyçe kryesore që e lidha me fillimin e kësaj bisede. A kanë rol integratorët? Ato që na i shesin për të mrekullueshme që zgjidh çdo problem? Këtu duhet të jemi shumë të qartë. Nuk ka prova shkencore që suplementet, detokset, produktet bimore të reklamuara online apo preparatët kundër parazitëve sidomos të jenë për të trajtuar infeksionin nga parazitët. Nuk janë të vërteta. Disa produkte natyrale mund të kenë rol mbështetës, por nuk zvendçojnë dot trajtimin. Rreziku që është sepse vonojnë trajtimin dhe të krijohet një ndjenjë false sigurie. Nuk funksionojnë vetëm integratorët. Janë vetëm mbështetës, por për, siç thash, parazitët duhet të vihet një specifik për diagnozën. Pa pasur diagnozën, në përgjithësi, ne themi, personalisht jam gjithmonë i mendimit që një shenjë dhe një simptom mund të trajtosh në fillim një dhimbje, por një mjekim për të vazhduar në asnjë mënyrë pa pasur një diagnozë, qoftë për trajtim, qoftë për intervencë kirurgjikal. Për çfarë do më operosh, për çfarë do më trajtosh, bëni gjithmonë këtë pyetje. Vetëm diagnoza është indikatori i trajtimit, qoftë me ndërhyrje, qoftë me medikamente.
Parazitët janë një realitet mjekësor, por jo një epidemi e fshehur, siç e bëjnë, apo nëse keni parë ato videot, që ato imazhe në radhë parë janë denigruese për mua si profesionist. Në radhë të dytë janë tmerruese për njerëzit, për ju qytetar, duke treguar ato pjesë a thua se zora jon ka vetëm krimba dhe nuk ka asnjë rol tjetër. Pra, janë shumë denigruese. Shëndeti nuk trajtohet me marketing, por me evidencë shkencore. Parazitët e vërteta që nuk ja u thon reklamat. Detox apo terapi, çfarë thot mjekësia, atje do të mbështetemi. Parazitët pa panik, diagnozë dhe trajtim është i saktë, nuk rrezikon jetën. Sepse shoh jo vetëm që i kanë marrë në masë, që më kërkojnë këshilla, por shoh që dhe çmimet janë të kripura. Ajo që kam përmendur edhe të tjera për sa i përket edhe diskutimit me profesione të tjera, që përjashtojnë mjekësinë konvencionale dhe zgjidhin çdo problem, o me një mjekësi alternative, o me nutricionist, o me dietetist, mjekësia është një hallkë e tërë ku çdo pjesë e saj plotëson njëra tjetrën, por kryesore është mjekësia konvencionale. Kam dëgjuar çuditëra nga më të ndryshmet, nga pseudoprofesionistë ose nga profesionistë fushës, të cilët me një nutrient, me një integrator mund të shërojnë deri 100 sëmundje. Gjëja më absurde nuk ekziston. Sepse po të ishin këto mundësi, jo vetëm ne, po bota që është më e përparuar do t'i kishte zgjidhur këto probleme. Prandaj mos u mashtroni, mos blini as një gjë nga ato që shihni online. Videot janë të modifikuara. Herë tjetër të flasim dhe për argumente të tjera për të cilat qarkullojmë video. Unë mund të vë këtë për gënjeshtrim dhe videon që pash më dërguan sot për sa i përket trajtimit të parazitëve. Faleminderit, shihemi në episodin e radhës.